Ne mësnat mbyllet afati për koalicionet parazgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Bashkimi Evropian pritet të veprojë për heqjen e masave pas mandatimit të pushtetit lokal në veri. Trafiku urban nuk do t'i kthehet punës as nesër, greva vazhdon e qytetarët përballen me vështirësi. Karates në Egjipt shpallet nën kampion. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në RTK. Një minut para mesnatës përmbyllet afati për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka bërë të ditur se deri me tani janë 16 subjekte politike, 2 prej tyre koalicione kanë konfirmuar pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakohshme. Zëdhënësi KQZ-s Valmire Lezi ka bërë të ditur se partitë që kanë plotësuar formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës janë PDK e LDK, si dhe partitë e pakicave kosovare, serbe, turke, rome, gorane e bosnjake. Të premten e 5 dhjetorit, kryetarit e rinj të pakicës serbe të komunave të veriut të vendit pritet të marrin mandatet. E me këtë Kosova mund të përmbush kushtin kryesor të Bashkimit Evropian për heqjen e masave, e që është evidentuar edhe në draftin e konkluzioneve për zgjerim. Por, a do të ndodhë heqja e masave menjëherë pas transferimit të rregullt të pushtetit lokal në veri, pritet të shihet. Njohës të politikës nënvizojnë se heqja e masave do të forconte pozitën ndërkombëtare të Kosovës në proceset integruese. Me gjithë këtë rikthimi i listës serbe në udhëheqje lokale, duke marrë për bazë ndikimin që ka Beogradi zyrtar nga këndvështrimi analitik, bën thirrje për kujdes në qasje në mënyrë që Bashkimi Evropian të mos e përdorë si argument për vazhdimin e masave ndaj vendit. Fundjavë e ardhshme pritet ta përmbush kushtin kryesor të Bashkimit Evropian për heqje të masave, e që është evidentuar edhe në draftin e konkluzioneve për zgjerim. Më 5 dhjetor është planifikuar që kryetarët e rinj serb të komunave të Veriut t'i marrin mandatet. Të gjitha seancat në komunën e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposavicit e Zubin Potokut janë caktuar në të njëjtën kohë në orën 11, të thirrur nga kryetarët e listës serbe. Tranzicioni pushteteve në veri të Republikës po shihet si mundësi e largimit të mëtejmë të masave që Bashkimi Evropian i kishte vendosur Kosovës. Madje edhe në takimin që pritet të mbahet në dhjetor, ministrat evropian të BE-s do të rikonfirmojnë se heqja e mëtejshme e masave ndaj Kosovës do të ndodh pas tranzicionit të rregullt të qeverisjes lokale në veri të vendit dhe pas një procesi të vazhdueshëm të deeskalimit. Kjo shëndron në draftin e konkluzave që pritet të miratohet në fund të takimit, ndërsa një kapitull i veçantë i këtyre konkluzave i kushtohet procesit zgjedhor në vend. Lidhur me këtë, analistët politik në vend thonë se vendosja këtyre masave nga BE-ja ndaj Kosovës kanë qenë të padrejta dhe të dëmshme, por që largimi tyre sipas njohësve të politikës do të ishte një mbështetje dhe shtytje drejt rrugës evropiane. Largimi tyre i mënjëhershëm do të ishte natyrisht një mbështetje e Kosovës në këtë rrugë. Unë konsideroj që veri i Kosovës tashmë është një situatë komplet tjetër dhe rrethonat e sigurisë atje janë tërësisht ndryshe. Bashkimi Evropian duhet që të trajtojë me seriozitet nevojën që të largohen masat, që të hapet rrugë procesit të integrues të Kosovës, sekondër edhe të japet mësimi i duhur që demokracia është e vetmja formë e implementimit të vullnetit qytetarëve në tërë territorin e Republikës. Në pjesën veriore të Kosovës, lista serbe fitoi zgjedhjet lokale në 4 komuna. Pjesëtarë të listës serbe në përkohë kanë qenë të përfshirë në trazira të vazhdueshme në veri dhe ndikimin që ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në këtë subjekt politik është i madh. Ndaj nga këndvështrimi analistëve politik, institucionet e Kosovës do të duhet të kenë kujdes në qasje në mënyrë që BE mos të e përdorë si argument për vazhdimin e masave ndaj vendit. Qasja destruktive e listës serbe është e ditur dhe nuk mund të presim asgjë të mirë prej saj, mirë po ndikimi i saj negativ duhet të minimizohet dhe të mos shndrohet në një argument që BE-ja pastaj ta sankcionoj shtetin e Kosovës
për shkak të ndonjë qasje jo duhur. Pra duhet të ketë diplomaci dhe inteligjencë politike të nivelit më të lartë. Analistët vënë në pas se heqja e plotë e masave do të forconte pozitën ndërkombëtare të Kosovës në proceset integruese, derisa thonë se me listën serbe që rikthehet në udhëheqje lokale dhe me historikën e ndikimit të Beogradit mbi këtë subjekt politik, Kosova përballet me sfidën e gjetjes së një balanse mes sundimit të ligjit, stabilitetit në terren dhe ruajtjes së partneritetit me BE-n. Pavarësisht se Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar propozim vendimin për bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025, në vlerë prej 28 milion eurosh, punëtorët e trafikut urban nuk do t'i kthehen punës as nesër. Zyrtarët e trafikut urban thonë se greva do të vazhdojë deri në alokimin e mjeteve. Sipas tyre, 3.2 milion janë borxhet që komuna ja ka trafikut urban, ndërsa 1.600.000 euro trafik urban ua ka borxh furnitorëve për derivate. Ndërkohë mungesa e trafikut urban vazhdon t'ua vështirësojë jetën qytetarëve. Kryeqyteti nuk do të ketë transport publik as të hënën. Trafiku urban edhe më tej do të vazhdojë me bllokim të rrugëve nga autobuset. Këtë ka konfirmuar për RTK-n kryetari i Sindikatës së Trafikut Urban Ilmi Gashi, duke nënvizuar se greva do të vazhdojë deri në momentin kur Komuna Prishtinës ta shlyejë borxhin që ka ndaj operatorëve publik dhe atyre privat. Gashi tha se sigurimi i fondeve të nevojshme për pagesa dhe stabiliteti i shërbimeve të transportit urban janë dy kërkesat bazike të kësaj greve. Sipas tij, vendimi është marrë të premten, por se nuk ka arritur për vërtetim në Ministrinë e Financave. Kjo situatë e krijuar mes Komunës së Prishtinës dhe asaj të Ministrisë së Financave ka lënë qytetarët një javë pa transport publik, duke i detyruar ata të gjejnë zgjidhje vetanake. Pja e valiz ku marrë në kom, ku më shkute pensionerat mu lajmëru, për 6 muaj që lajmëruan. Edhe tash që po priti këtu s'ka kur gjë, apet do të më shku në kom. Mungesa e këtij transporti po na ndryshon komplet agjendën ditore, për shkak se si pasojë e mungesës, domethënë po duhemi që për shkak të vështirësive pastaj me gjetë forma alternativa tjera të transportit, ose në raste të caktuar me hecë edhe kom në distanca goxha gjata. Qytetarët apelojnë që institucionet të gjejnë sa më shpejt një zgjidhje për këtë problem, pasi mungesa e transportit po u vështirëson jetën e përditshme të tyre. Greva e trafikut urban ka nisur nga hëna, duke u pezulluar të gjitha linjat. Sipas tyre, 3.2 milion janë borxhet që komuna ja ka trafikut urban, ndërsa 1.600.000 euro trafiku urban u ka borxh furnitorëve për derivate. Një pjesë e bizneseve në Kosovë dhe me tej vazhdojnë të mos i regjistrojnë punëtorët e tyre. Pas kontrolleve të kryera nga administrata tatimore e Kosovës, si vjet janë evidentuar mbi 800 punëtorë të paregjistruar. Përfaqësues të bizneseve tregojnë arsyet pse po ndodh ky informalitet, teksa njohës të ekonomisë thonë se po dëmtohet buxheti i shtetit. Me qindra mira punëtorë në Kosovë vazhdojnë të punojnë pa kontrata pune, pa sigurime e pa mbrojtje ligjore. Kjo dukurin ndryshe njihet si punë të zeze që me vite të tëra është një nga sfidat më të mëdha për vendin. Statistikat e administratës tatimore të Kosovës thonë se nga viti kaluar deri në tetor të këtij viti janë evidentuar rreth 3.000 punëtorë që nuk kanë qenë të deklaruar nga bizneset. Numri i punëtorëve të regjistruar nga kontrollet përmbushëse dhe aktivitetet për periudhën janar-tetor 2024 është 2088, ndërsa gjatë periudhës janar-tetor 2025 është 833. Në këtë numër nuk përfshihen vetëm punëtorët që kanë punuar të padeklaruar, por edhe punëtorët që së fundi kanë filluar punën. Sektorët ku është vërejtur më së shumti informaliteti sipas ATK-s janë ata të tregtisë me pakisë dhe shërbimet, ndërtimtaria, sektori gastronomisë, si dhe shërbimet individuale. Nga ATK thonë se për ta luftuar ekonominë jo formale kanë organizuar fushata të edukimit dhe informimit, takime dhe trajnime, kanë bashkëpunuar me policinë e inspektoratin e punës e po ashtu kanë ndërmarrë veprime tjera.
Nga dhoma e tregtisë dhe industrisë nënvizoi nevojën e ndryshimeve në vetë ligjin e punës. Në ligjin e punës, në momentin që ti bën, ose edhe në ligjet tjera që lidhen me pensionin, ti bën gjatë 5 vjet, ti duhet të dalësh krejt nga tregu. Në fakt ti ndoshta je në gjendje të mirë, shëndetësore dhe psiqike tash u kushton, edhe ti mund vazhdosh kontribuosh. Sot shihni nëpër shumë institucione, pjesa dërmuese e rojeve janë nëse jo gjatë 5 mbi janë afër pensionimit. S'ka më roje të reja. Nëse sheh shumë vende, punëtorë që kryen punë, ta shohim disa punë që janë më të lehta, pjesa dërmuese në tyre janë punëtorë që janë të moshës së shtyrë. Megjithë këtë keqpërdorimet bëhen edhe në kurriz të moshave të reja, e njohës të fushës vënë pas se informaliteti ka ndikim negativ në ekonominë e vendit. Së pari është ma pak buxhet në buxhetin e Kosovës, që nënkupton ma pak investime kapitale ose cilësi të shërbimeve. Së dyti, rrit konkurencën jo lojale në treg, përpasoj një pjesë e produkteve shiten në mënyrë të pa deklaruara dhe fitimin e kanë, do thënë, jo formal. Mbi 100 biznese funksionale, po ashtu që nga viti kaluar janë evidentuar nga ATK si biznese të paregjistruara. Dy dekada me parë u shënua fitoria e parë me drejtësinë ndërkombëtare, cilat që nga viti 1999 rastet të dyshuara për krime lufte, nisi t'i trajtoj në forma të ndryshme. Fatmir Limaj, me 30 nëntor të vitit 2005, u shpall i pafajshëm në tribunalin e Hagës. 13 vjetë më parë, këtë betej e fitoj edhe Ramush Haradinaj e Lahi Ibrahimaj, duke vullosur pastërtin dhe të drejten e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndërkohë në proces të gjykimit mbeten Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, por në gjykatën speciale. Nën akuzat për krime lufte, ata janë në paraburgim që nga nëntori vitit 2020, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tyre kishte nisur në prill të vitit 2023 dhe pritet të përmbyllet vitin e ardhshëm. Rastet e dyshuara për krime lufte në Kosovë, që nga viti 1999 janë trajtuar në formë të ndryshme nga organet e drejtësisë, kryesisht ato ndërkombëtare. Fillimisht me këto raste u mor administrata Kombeve të Bashkuara, UNMIK, e cila pas luftes shtriu sistemin e saj të drejtësisë në Kosovë, e me pas edhe gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, në Selin e Hag të Holandes, e themeluar nga Kombet e Bashkuara. Me tej rastet shumta u trajtuan edhe nga drejtësia Bashkimit Evropian përmes misionit EULEX-it. Ju shpall të pafajshëm. 2 dekada me parë, pikërisht me 30 nëntor të vitit 2005, Fatmir Limaj e fitoi betejën e parë gjykata e Hagës, e shpalli të pafajshëm ish luftetarin e UÇK-s nga akuzat për krime lufte. Fatmir Limaj aso kohë deputet në legjislacionin e parë të Kuvendit të Kosovës dhe shef i grupit parlamentar të PDK-s, u arrestua nga Tribunali i Hagës në shkurt 2003 nën akuzat për krime lufte, të cilat u hodhen poshtë në një proces gjyqësor të gjatë dhe sfidues. Betejën në Tribunalin e Hagës e fitoi edhe Ramush Haradinaj. Ju shpall të pafajshëm për të gjitha pikat e akuzës. Procesin ndaj tij dhe Lahi Ibrahimajt nisi me 17 nëntor të vitit 2004 dhe u përmbyll me 29 nëntor të vitit 2012. Gjykimi që u quajt maratonik për kozgjatje dëshmoi dhe vërtetoi të drejtën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndonse kanë kaluar dekada, drejtësia ndërkombëtare vazhdon të mbetet sfidë për Kosovën. Pas Tribunalit e Hagës, aktualisht ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po gjykohen në gjykatën speciale të krijuar enkas për të hetuar krimet e pretenduara ndaj ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që siç thuhet i kanë kryer ndaj pjesëtarëve të komuniteteve, pakic dhe kundërshtarëve politik nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin Evropian senatori Dik Marti. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi janë në paraburgim që nga nëntori vitit 2020, gjykimi ndaj tyre nisi në prill të vitit 2023.
Fillimisht, zyra prokurorit të specializuar thirrin e gjykatore 125 dëshmitar, ndërkaq 117 të tjerë dorëzuan dëshmitë të tyre me shkrim. Ndërkohë, në mesin e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit që u paraqiten në Hag, ishin kryesisht zyrtar të lartë perëndimor me njohuri të drejtë për drejtë të ngjarjeve. Aty u përfshin ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Robin dhe generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe në 1999. Ndonë se dhomat e specializuara të Kosovës edhe më tej nuk kanë përcaktuar një datë saktë se kur do të shpallet vendimi për 4 udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, bazuar në rregullat. Një vendim do të duhej të merret brenda 3 muajsh pas përmbylljes së procesit. Ndonë se mbetet në duart e gjyqtarëve, janë edhe afatet kohore që parashohin se pas deklaratave përmbyllëse që pritet të jetë me 13 shkurt të vitit e ardhshëm, gjykatesit obligohen që në afat prej 90 ditëve të marrin një vendim dhe ta shpallin atë. Në për periudat të ndryshme, sidomos gjatë luftës së fundit, trashëgimia kulturore e Kosovës pësoi shkatërrime. Organizatat të shumta të huaja që erdhën në Kosovë pas luftës nuk e ngritën zërin për dëmet të shkaktuara nga pala serbe e as nuk ndoqen penalisht përgjegjësit për krimet kundër trashëgimisë kulturore. Mbi 2 dekada pas luftës, edhe më tej, llogaria ndërkombëtare ndaj Serbisë për shkatërimin e trashëgimisë kulturore mbetet sfidë. Politika anti-shqiptare e Serbisë përgjatë një shekulli, trashëgimin kulturore në Kosovë e ka shfrytzuar për përçarje së fundme gjatë luftës 1998-1999 mes shkatrimeve për të fshirë gjurmët dhe mohimin e tërësishëm të pranisë autoktone të shqiptarëve. Në për periudha të ndryshme, e sidomos gjatë luftës së fundit, trashëgimia kulturore e Kosovës pësoi shkatrime. Tipari i arzakonshëm përcaktuesi i shkatrimit ishte mirë i paramenduar dhe i planifikuar nga qeveria serbe asaj kohe. Dhunë dhe shkatrim u panë në fshatra dhe qytete gjithandej, gjë që rezultoi në ndërhyrjen ushtarake të NATO-s në vitin 1999 ndaj caqeve ushtarake serbe. Megjithatë, në aspektin ndërkombëtar, nuk kemi ndonjë gjykim për fajtorët e rënimit të trashëgimisë. Organizata të shumta të huaja që zbarkuan në Kosovë pas luftës nuk e ngritën zërin për dëmet e shkaktuara nga pala serbe e as nuk ndoqën penalisht përgjegjësit për krimet kundër trashëgimisë kulturore. Në Kosovë u shkatruan dhe u dëgjën gjithçka që u lidhte me shqiptarët, si kisha katolike, xhami, mesxhide, tyrbe e teqe, dokumente fetare në gjithë vendin pa asnjë mëshirë. Ky shkatrim ishte pjesë e një modeli të dhunës dhe shtypjes kulturore nga agresori serb, dhe deri më tani askush nuk kërkoi të paktën një falje publike për akte që synonin zhbërjen e trashëgimisë kulturore që mbetet thelbi i identitetit të një populli dhe një komponent kyç i historisë së saj. Një nga shembujt më famkeq të kësaj tragjedie është shkatrimi i çarshive, bibliotekave, arkiveve dhe shumë objekteve artikulturore, monumente dhe artefakte që janë përcjell brez pas brezi. Statistikat flasin se gjatë luftës serbët shkatruan dhe dëgjën mbi 200.000 shtëpi, banesa lokale afariste, punëtori zejtare, fabrika, shkolla, ambulanta, biblioteka e objekte tjera fetare. Konventat e shumta të krijuara pikërisht për ruajtjen e dëshmive të historisë njerëzore nuk u përfillën as atëherë e as tani nga Serbia, e cila vazhdon edhe sot e kësaj dite shumë eksponate të Kosovës të mbajë të ekspozuara në muzeet e ndryshme si të vetat. Grabitja e eksponateve etnologjike dhe arkeologjike nga Muzeu i Kosovës gjatë vitit 99, të cilat i kanë dërguar në Serbi dhe akoma qëndrojnë atje pa asnjë bazë juridike, ndonse përpjekjet për kthim janë bërë që nga viti 2007 në kuadër të planit të Atisar. Kjo marrëveshje mbetet ende në letër. E mbi 2 dekada pas luftës, edhe më tej, llogaria ndërkombëtare ndaj Serbisë për shkatrimin e trashëgimisë kulturore mbetet sfidë. Përgjatë luftës së fundit, shkatërimit serb ju nënshtruan 218 xhami, 13 nga të cilat vetëm në Deçan e Junik. Asnjë përgjegjësi penale deri me tani nuk është kërkuar, ndërkohë që nëntorin vërshohet në kujtime dhe ekspozita që flasin për krimet serbe ndaj trashëgimisë kulturore në vise të ndryshme të vendit.
Shkatërimet masive të forcave serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë nuk kursyen as objektet e kultit dhe ato të trashëgimisë. Nga 218 xhami të djegura dhe të shkatëruara gjatë viteve 1998-1999, vetëm në komunën e Deçanit dhe Junikut u shkatruan 13 sosh. Në funksion të ruajtjes së kujtesës historike e në kuadër të festave të nëntorit, komuna e Deçanit dhe Dega Bashkësisë Islame në Deçan organizuan tryezë shkencore me që rast u bë thirrje për reflektim për të artikuluar të vërtetën historike dhe plagët e mëdha që solli lufta e fundit. Çdo gur i shkëmbuar i tyre mban brenda historinë e rezistencës, besimit dhe përkushtimit të një populli që nuk u dorëzua kurrë përballë errësirës dhe egësirës të Serbisë gjakatare. Fati jonë i keq ka qenë që jemi përballë me një shtet që ka qenë okupator në këtë vend, që nuk e ka vlerësuar njeriu, që nuk e ka vlerësuar nënën, që nuk e ka vlerësuar fëmijën. Nuk ka pas ndonjë konsiderat për historinë tonë, për të kaluarën tonë, për besimin tonë fetar. Ku janë rënuar e shkatruar në mënyrë sistematike nga armiku, xhami, kulla, mejtepe, gur mbivaror të gjyshëve së të gjyshëve tanë, për shkatruar me to dhe kujtesën tonë kolektive, e për të kthyer shpirtin e popullit tonë rezistues gjendjeve të vlerë. Por nuk i arritën atij qëllimi asnjëherë dhe nuk do t'i arrijnë dot as në të ardhmen. Nuk ishte thjesht dëmtimi i pronës fetare, por pjesë e një strategjie të mirëfillës pastrimit kulturor dhe kombëtar e cila synonte dobësimin e identitetit dhe kohezionit të komunitetit shqiptar në Kosovë. Megjithatë, procesi i rindërtimit pas luftës dëshmoi se identiteti kulturor është më i fortë se dhuna fizike dhe se kujtesa kolektive ringrihet mbi rënojën. Në kuadër të këtij aktiviteti është hapur edhe ekspozita me fotografi krimet serbe ndaj trashëgimisë kulturore në komunën e Deçanit dhe Junikut. Sot ju dha lamtomira e fundit këngëtarit Shpat Kasapi, i cili vdiq të mërkurën në Itali si pasojë e një sulmi kardiak. Qytetar nga mbar hapësira shqiptare, këngëtar, miq e artist u mblodhen në Tetovë për të bërë homazhet e fundit. Komuna e Tetovës në nderim të Shpat Kasapit ka shpallur të hënën ditë zije. Në varrezat e qytetit në Tetovë ju dha lamtumira e fundit këngëtarit Shpat Kasapi, i cili ndroi jetë papritmas të mërkurën e kësaj jave. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë mijëra qytetarë nga mbar hapësira shqiptare, mes të cilëve familjar të këngëtarit, miq, artist, përfaqësues të jetës politike dhe asaj fetare. Kortezhi mortor me arkivolën e mbuluar me flamurin kombëtar kaloi nga sheshi kryesor i qytetit në drejtim të varrezave. Para ceremonisë së varrimit në Qendrën për Kulturë në Tetovë u bën homazhe dhe u mbajt një mbledhje komemorative ku kolegët me dhimbje e lotë në sy kujtuan momentet e bukura që kaluan me Shpatin. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frym për herë të parë si fëmijë, si artist, ku kemi ndarë ëndra, frikë, gëzim. Kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, në fjalën e tij tha se Tetova humbi një artist të madh dhe një njeri të mirë. Ndoshta më shumë t'i vlen thënia që Zoti Perëndia i merr pranë vetes ata që më shumë t'i don, për më shumë që ndoshta kjo botë e padrejt nuk e meritonte Shpatin, prandaj Zoti e mori pranë vetes më herët që ne e pritëm. Në emër të familjes foli motra e Shpatit, Jehona, e cila tha se e ka të vështirë të gjejë fjalët për dhimbjen që ndjen dhe se e ka të pamundur të pranojë humbjen e tij. Shpat, shpirti motrës, ti linde me ju në ballë. Ishe së parë një njeri i mirë, me zemër të bardhë, të butë, dhe një njeri fisnik. Dije të ndjejen hallet e të tjerëve nga empatia jote e madhe, por edhe të gëzosh me lumturinë e të tjerëve. Për shkak të vdekjes së këngëtarit Shpat Kasapi, komuna e Tetovës e ka shpallur ditën e hënë, ditë zije në gjithë territorin e saj.
Islam Selmani ka shkruar historinë në kampionatin botëror të karates në Kairo të Egjiptit. 20 vjeçari ka fituar medalin e argjend në kategorinë deri në 60 kg pas një paraqitje të jashtëzakonshme me 6 fitore radhazi deri në finale. Katër persona kanë vdekur pasi u qelluan me armë zjarri në një aheng në shtetin amerikan të Kalifornisë. Të paktën 4 persona janë vrarë nga të shtënat masive në festën e ditëlindjes së një fëmije në Kaliforni të shtunën në mbrëmje, njofton policia. Policia tha se mori raportime pak para orës 18 sipas kohës lokale për të shtënat që ndodhen në Stockton. Mund të konfirmojmë në këtë kohë se afërsisht 14 individ janë qelluar me armë zjarri dhe 4 viktima janë konfirmuar të vdekur, ka njoftuar zyra e sherifit të qarkut në një postim në X. Sipas policisë, po kryet një hetim dhe informacioni mbetet ende i kufizuar, por shenjat e para sugjerojnë se ky mund të jetë një incident i paramenduar dhe hetuesit po shqyrtojnë të gjitha mundësitë. Kreu i Kishës Katolike Papa Leo ka vizituar Libanin ku mes tjerash ripërsëriti qëndrimin e Vatikanit që vetmja zgjidhje afatgjat për çështjen palestineze është e ashtu quajtura zgjidhja 2 shtetërore. Ndërkohë nga terreni vazhdojnë të vinë njoftime për aksionet e forcave izraelite në rripin e Gazës si dhe bregun perëndimor. Kreu i Kishës Katolike, Papa Leo, i cili është duke vizituar vendet të ndryshme të rajonit të lindjes së mesme, ka arritur në Liban, ku mes tjerash u takua me udhëheqës të ndryshëm politik dhe fetar të vendit. Papa ka arritur në Liban prej Turqisë, ku zhvilloi një takim privat me presidentin Recep Tayyip Erdogan, gjatë së cilit njëra prej temave kryesore ishte situata në territoret palestineze dhe tentimet për gjetjen e mënyrave për të siguruar paqen afatgjat në rajon. Edhe pse Papa nuk dha detaje rreth asaj se çka u bisedua me Erdoganin, ai konfirmoi se lufta në rripin e Gazës ka qenë njëra prej pikave kyçe të bisedës dhe shtoi se Turqia ka një rol të rëndësishëm në sigurimin e paqes afatgjat në rajon. Ndërsa, pas arritjes në Beirut, Papa Leo edhe një herë konfirmoi përkrahjen e Vatikanit për të ashtu quajturën zgjidhje 2 shtetërore. Ai shtoi edhe se Vatikani e kupton se Izraeli në këtë moment nuk e pranon këtë zgjidhje, por sipas tij, krijimi i një shteti palestinez është vetmja zgjidhje e drejtë, si dhe vetmja mënyrë për të krijuar kushtet për paqe afatgjat në rajon. Deri me tani, zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nuk ka komentuar deklaratave të Papës, por Netanyahu gjatë muajve të kaluar disa herë deklaroi se Tel Avivi nuk do të pranon themelimin e shtetit të pavarur të Palestinës. Ndërkohë, nga rripi i Gazës dhe bregu perëndimor vazhdojnë të vijnë njoftime për operacione të pandalura të forcave izraelite. Sipas raporteve që nga orët e mëngjesit, së paku 3 civil palestinez janë vrarë si pasojë e operacioneve izraelite në rripin e Gazës, përderisa 8 të tjerë janë plagosur. Njëkohësisht, nga bregu perëndimor, është njoftuar se forcat izraelite kanë kryer një seri të arrestimeve dhe bastisjeve në qytetet e Akraba, Sebastia dhe Nablus, gjatë së cilave u ndaluan 10 civil. Është bërë e ditur edhe se gjatë ditëve të kaluara, Izraeli ka rritur numrin e pikave të kontrollit në tërë bregun perëndimor, si dhe numrin e ushtarëve të cilët patrullojnë rrugët, duke nxitur drojen e grupeve palestineze që Tel Avivi mund të jetë duke përgatitur ndonjë aksion të madh në këtë territor. Të nderuar shikues, të gjitha informacionet mund t'i gjeni në rrjetet tona sociale dhe në rtkllive.com. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.